ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dhe nderuar do flasim shkurtimisht inshallah për të fitnën e fundit, e cila ka nxjerr kokën dhe normalisht që ka për të njerëz që i hedhin benzinë sa herë pas here. E shoh dhe pash të domosdoshme të flas, domethënë ka shumë gjëra për të thënë, dhe urpiqem të them ato që do m'hapi Allahu i madhëruar, Allahu na dhuroft sukses në ato që themi, në ato që veprojmë, dhe na dhuroft sinqeritet. Vëllezërit tan musliman, sot janë duke vujtur atë padrejësi të madhe që është duke u bërë në Siri, në Irak, në vende të tjera, në të cilat po luftohet Islami. Dhe janë ngritur vëllezër për të mbrojtur nderin e motrave muslimane, për të mbrojtur gjakun e tyre, për të mbrojtur domethënë të drejtat e muslimanëve. Mirëpo nuk mjafton për ta vetëm ajo, domethënë në lufta që bëhet kundër muslimanëve për ngritjen e Islamit, por domethënë kanë dalë kundër tyre edhe grupe njerëzish të cilët thonë vetëve tyre musliman, edhe nuk i lejnë gjuhët e tyre pa i zgjatur dhe pa u ngrënë mishin dhe pa shpifur dhe pa i akuzuar muslimanët. Dhe prej shpifjeve që ka dalë tash, domethënë shpife që dalin janë të shumta, por nuk është qëllimi me nxjerr një shpife dhe me hedh poshtë ose mos me hedh poshtë. Por qëllimi tu është për treguar menhexhin ose rrugën që duhet të ketë muslimani kundrejt fjalëve që dalin. Kanë dalë lloj llafesh edhe kanë akuzuar shtetin islam në Sham ose xhepen ose të tjerë me radhë, akuzojnë që ata janë xhawarixhe me radhë, Allahu alem se ka akuzojnë në të vërtetë dhe për çfarë akuzojnë që ata vrasin muslimanët me radhë. Unë u them, o njerëz, kini frikë Allahun. Kini frikë Allahun dhe runi gjuhët tuaja, se vallahi do jepni llogari para Allahut për atë që nxjerrin nga gojët tuaja. Sepse nga ana fetare ky lloj gjykimi, unë kam parë disa njerëz që flasin vallahi në formë shumë të çuditshme. Flasin, domethënë nxjerrin gjykimin, unë sigur ai ka qenë vetë prezant aty, i ka parë të gjitha dhe i ka ngelur tash vetëm thjesht gjykatës. Kupton? Edhe shembulli i këtij ose këtyre njerëzve si puna aty që thoshte el fadhi jam el qadhi, ai që s'ka punë për të bërë punën e gjykatës. Edhe këta, nga që nuk kanë çfarë të bëjnë, punën e gjykatës. Kupton? Çai gjykojnë mes muslimanëve, ai jep jetën e vet për Islamin. Edhe vallahi këto fjalë kam dëgjuar prej vitesh, jo sot. Jep jetën për Islamin, jep gjakun për nderin e motra, ai thonë e shkon vetë muslimanët. Kush parimi Islam në lidhje me këtë gjë që ndodhin? Parimi Islam vëllezër është që ne duhet mendojmë mirë për muslimanë dhe nuk na lejohet ne që ne t'i akuzojmë ata pa parë diçka me syt ton. Po qëse nuk e parë diçka me syt mos fol, nuk takon nga ana fetare. Mirë, por shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë gjë. Pse nuk e kuptojnë? Sepse ata nuk e kanë vujtur vetë ndonjëherë që ta akuzojnë shpifet kundrejt tyre, prandaj kanë kollaj. Shumica e njerëzve janë në rolin e sulmuesit. Çdo më thon sulmuesit, domethënë ai është në rolin e atij që akuzon të tjerët dhe nuk e ka djegur një kurrizet i vet të disë çdo thotë të akuzojnë ty të tjerët. Dhe un kam parë një person tillë kur shpifte kundër të tjerëve ai i dukshte ëmbël, pastaj kur e sprovoi Allahu që e akuzuan të tjerët, atë u zgjunga gjumi dhe desh Allahu i hapi Allahu syt. Kurse i ka njerëz të tjerë që janë akoma në gjumë. E nxjell edhe shpifesh. Ata kanë bërë këtë, ata kanë janë xhawarixhe, ata janë kështu. Ku je faktet? Faktet. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, sillni faktin nëse jeni të vërtetë, thot Allahu i madhëruar. Çfarë faktos janë? Ka thon filani, ka thon vistani, ke parë gjë me sytë tuaj, s'kam parë gjë. Me akuzë, me shpifje? Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju që keni besuar, nëse vjen ju njëri i prishëm i lajm, sigurohuni. Nuk është shaka. Omer radhiyallahu anhu i shkon në gjykatës, do të çonte një person gjykatës dhe i thot Omeri, shiko, ki kujdes kur gjykosh mes njerëzve, thot. Ki kujdes kur gjykosh mes njerëzve. Nëse të vjen një person dhe thot filani më nxori njërin në sy, mos i jep të drejtë derisa të shikosh palën tjetër se mbase palën si ti kanë dalë dy syt. Mbase ti kanë dalë dy syt. Ti kur shikon fillim fare kanë thënë një sy, bobo çe pas ka bër thu, pas bër namin dhe me të vërtetë në gjë sy nuk është shaka. Jo po të shikosh dhe vallahi e njëjta histori këtë se shikon dhe të fëmijët të mëdhenj. Dhe ç'a ndodh? Në çdo lloj gjykimi që unë kam pa vet, çdo kush tregon vetëm atë që i intereson atij, jo atë që i intereson palës tjetër. Dhe kështu ndodh gjithmonë. Dhe njeriu që e dëgjon pamjen e parë, kur nuk dëgjon palën tjetër, jep të drejtë gjithmonë atij që dëgjon herën e parë. Po kjo s'është drejtë, kjo s'lejohet nga ana fetare.
Prandaj dhe njerëzit e matur këtë umet dhe njerëzit e njohur të umetit islam, kur janë pyetur për raste të tilla, kanë thënë, unë nuk gjykoj dot për një rast pa i dëgjuar të dyja palët. Edhe unë u them të gjithëve që shpifin ndaj shtetit islam ose ndaj të tjerëve, ose thonë gjëra akuzat që si kanë vërtetuar kurrë vetë me sy të tyre. U themi, ju i keni dëgjuar dyja palët? I keni parë çfarë ka ndodhur vërtet? Jo. S'ka shans, ata jetojnë këtu. Ata man Facebookut edhe man YouTube-it i kontrollojnë këto gjëra, asnjë informë tjetër. Atëherë si e morët vesh ju se si është e vërteta? Si e morët vesh ju që kush ai personi që është për padrejtinë të vërtetë? Si e morët vesh se kush është armiku i parë? Si e morët vesh se kush ai personi i cili ka filluar sherrin i parë? Si e morët vesh çka ndodh të vërtetë? Se dini hiç, se keni idën fare ç'a bëhet. Thjesht dëgjoni disa gjëra, hesni turp mbas tjerëve, edhe pastaj akuzën mbi kë mbi ata personat që duan ngajnë islamin. Mbas dikush më thot, po ti çfarë do ne bësh atë të kolluar të pagabushëm? Them, nuk do t'i bëj të pagabushëm. A kanë gabime? Po kanë gabime. Njerëz janë. Kanë gabuar sahabët. Sahabët në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam kanë bërë gabime, gabime të cilat kanë ushtuar shtrenjt. Kanë vrarë babain e Hudhaifës në luftën e Uhudit, sahabët thoshte Hudhaifa, Allahu ju falësh, babai im. Ata se kuptuan derisa e hoqën qafe, mbaroi. Kanë vrarë persona të tjerë. Usam bin Zeid i vraroi person pasi tha la ilaha illallah, se mendonte që mund të vritet të forme, e qortoi shumë profetin sallallahu alajhi wasallam. Kanë vrarë persona të tjerë. A nuk u bën me sahabë luftë? Morën pjesë disa sahabë, shumica nuk ishin sahabë që morën pjesë, por morën pjesë besimtar. Nuk është e mirë, është e keqe, nuk lejohet. Ata ishin njerëz më të zgjedhur. Kush ishte këshilla që i dha profeti sallallahu alajhi wasallam njerëzve? Thot, kur të kujtoh, kur të përmenden shokët e mi, heshni. Allah i madhur trujti për se fitë. Ç'pun ke që fut hundën të? Ora ti je këtu, ç'pun ke që bëjnë ata atje valla? Ti ke për detyrë të mendosh mirë, ata njerëz kanë shkuar, të gjitha që kanë shkuar për të ngritur fenë e Allahut, kanë shkuar po japin jetën atje. Kështu që ti nuk ke të drejtë që të fillosh merresh me akuzë, kam dëgjuar disa njerëz ignorant, dhe pse mund të thonë vetë të tyre njerëz të ditur, janë ignorant. Dhe kjo është ignorancë në vepra. Sepse ignoranca është dy lloje, ignorancë në dije dhe ignorancë në vepra. Ignoranca në vepra është njëu të veprojnë kundërshtim me ligjin e Allahut. Edhe në kundërshtim me ligjin e Allahut të veprojnë sepse u themi të gjithë atyre që akuzojnë muslimanët të cilët janë në shtetin islam ose disa të tjerë. Ju i dëgjuat dyja palët? Jo, se kemi dëgjuar dhe nuk ka shans ton diçka tjetër. Atë kush u dha drejt flisin të forme, po kanë fol dietar. Edhe ata dietar ju tuaj që pretendoni se janë dietar, ata i kanë dëgjuar dyja palët, nuk i kanë dëgjuar. Te ngësi gjykohet për të lloj gjëje atëherë. Kjo s'lejohet fetarisht. Kjo nuk lejohet fetarisht. Unë vallai po them po qese ty do të bjerë vetë kjo lloj, çfarë do bësh ti kur të vitë shpifin tjerë kundër teje? A do parnosh që njerëzit ta besojnë, do të kënaqësh ta besojnë njerëzit shpifjen pa u asnjëruar njerëz çka ndodh në të vërtetë? Nuk ke shans ta bësh të lloj gjëje. Mirë po, Allah i madhëruar i ka ndarë rrezikët. Disa u ka bërë rrezik që të luftojnë rrugt të Allahut, të japin jetën e tyre rrugt të Allahut, kurse disa tjerë ka bërë rrezik të hanë mishin dhe të marrin gjunafet atyre personave që shkojnë rrugt të Allahut. Kjo është subhana muqassimil arzaq. I madhëruar është ai i cili ka ndarë rrezikët mes njerëzve. Disa njerëz i ka bërë rrezik të shkojnë rrugt të Allahut, marrin sevape, disa tjerë i ka bërë rrezik që të marrin gjunafet e tyre që shkojnë atje. Alhamdulillah. Allahu mos na bërë për tyre dytëve të cilët u marrin gjunave të tjerëve. Për këtë arsye them vëllezër, vallahi, kjo është këshill. Këshill sepse e di vetë se edhe kuptoj shumicë ç'do të thënë. Edhe e kam provuar vetë dhe i di se çfarë shpifjesh nxjerrin njerëz sepse njerëzit nuk e ruajnë gjuhën. Kupton? Edhe në disa raste fillojnë dhe qajnë, hiqen si njerëz të mirë. Ne jemi kështu, ne jemi ashtu, domethënë thoshën me lajke. Por zgjasin gjuhën shumë me shpifje, me akuza të kota, pa vlera. A ka mundsi njeriu, kushdo qoftë ai, të shkojë të çdo njeri të seroj, jo, por nuk është kështu, po është kështu? Jo, s'është e mundur kjo lloj gjëje. Nuk është e mundur, por ja le çdo kujt i le Allahun dhe e le çështën e tij tek imani i tij. Atëherë njerëzit u ndahen. Ai që ka imanin e fortë, thotë unë nuk futem. Po qëse ka ndodhur gabim, Allah i falt. Nëse nuk ka ndodhur gabim, atë do aseroj Allahu më mbrapa, po unë nuk futem në këto lloj gjëra, nuk përzihem. Kurse ata të cilët e kanë imanin e dobët, sa nxjerr kokën në diçka që mund të gabim ose mund të gabim Allahu ale, po duken pa mënyrë si gabim, ata direkt fillojnë të flasin, e shpifin, e nxjerrin lloj gjërash, të njëjtin që kanë bërë përpara në vende të tjera me radhë, të njëjtin që po bëjnë sot. U themi atë që kanë pasën dietarët thoshin aqillu alehim la aban li abikum min al-lawm aw suddu al-makan alladhi saddu. Largojeni qortimet tuaja, mos paçit bab ose zini vendin që kanë zënë ata.
Domethënë ju doni me qortuar ata, shkoni bëni punën e tyre, pastaj flisni kundër tyre. A jeni burra? A nuk jeni burra, jeni vetëm për të llapur, për të folur si gratë të këqija? Atë rrini me gratë të këqija dhe vetëm flisni sepse ky është rreziku juaj që ka caktuar Allahu për ju. Po them vallahi kjo është fitnë e madhe, ka ajo që më bëri të flas se kam dëgjuar lloj njerëz duke folur sa para mbrapa, lloj shpifjesh, po them vallahi kjo është turp për ata. Është turp i madh. Është turp i madh po them. Që të rrish këm kryq. Dhe pastaj të flasësh për ata që shkojnë rrugë të Allahut dhe japin jetën e tyre. E ti akuzosh me lloj shpifjesh. Ja po Hawarij, ja po këtë bandej, është ti Hawarizëm dhe thash, çan Hawarizë që këta prandojnë Hawarizë, na shpifën me këtë lloj temin e Hawarizëve këta. Hawarizë, unë po them vallahi këtu dy gjëra ka. Ose me të vërtetë ata që kanë Hawarizë, ose ata që akuzojnë me të vërtetë janë murxhi dhe xehmije. Edhe unë jam gati të dialogoj me çdo person që pretendon të lloj gjëje. Ja ku jeni, edhe transmetojnë të gjitha atyre llojeve të tyre. Jam gati dialogoj me çdo person që pretendon se këta janë Hawarizë apo ne jemi Hawarizë. Dali këtu në shesh, e dialogojmë me të gjithë njerëzve. Ta morëm vesh kush janë Hawarizë dhe kush janë murxhi të vërtetë. E ta morëm vesh se kush ka ndryshuar rrugë dhe kush ka devijuar nga rruga e vërtetë. Allahu na uzoft neve të gjithë ata. Këtë din këta njerëz, ta dinë të shpifin dhe të akuzojnë ne muslimanëve. Nuk din që tjetër këta. Burra përpara Facebookut. Nëse kur vjen puna para armiqve të Allahut, i ke lepuj. A e dini pse flasin kaq hapur këta? Ata flasin hapur sepse fjalët që thon ata nuk e mërzisin tagutin. Edhe e din shumë mirë që pala tjetër që jemi ne, domethënë që na akuzojnë, e din shumë mirë që fjala jonë mërzit tagutin. Për këtë arsye ata thonë këta nuk guzojnë me fol haptas sepse do mërzit taguti kurse ne flasim haptas. Dhe kjo është metodë që kanë përdorur gjithmonë ata, po u themi mos keni merak se nëse ju nuk tremeni për tagutin, se ju duke elpir dhe ne inshallah nuk trememi për tagutit. Me lejen e Allahut. Por ne po themi troç, ju një nga dy njerëz do jeni. Ose do bëheni njerëz të mirë, do ktheni rrugë, ose do bëheni armiq të vërtetës dhe atë keni për ta parë ç'do bëj Allahu me ju. Nuk ka. Sot dikush fut gojën e tij dhe e ndyn me gjakun e atyre që japin jetën për Allahun, kurse nesër mund ndy dhe dorën e tij duke i vrarë ata. Nuk ka çudi që dal një person thot falënderimi tokon Allahut që u vran muslimanët se i quhen Hawarij. Kush i vrau? I vrau ushtria e lirë. A e dini ç'është ushtria e lirë? Ushtria e lirë vëllezër është një ushtri e cila lufton për të ngritur demokracinë. Lufton për ngritur demokracinë. Ushtria e lirë është një ushtri e cila lufton për ngritur tagutin. Edhe ai pari tyre ose zëdhënësit tyre kanë pa vetëm me sytë e mi që fliste, thoshën ne do ta luftojmë shtetin islam dhe xhepëtonuzët do i përzejmë këtu që janë sepse ata nuk duan ngritjen e islamit. Ata s'duan shtetin islam. Dhe ato dy grupe të vetmet grupe që duan shtetin islam në Sham. Të vetmet të dy grupe që duan shtetin islam, kurse të tjerë duan demokraci. Dhe ata dinë shumë mirë, me urdhër nga lart, nga taguti i madh, ka ardhur ata duhet të luftoni sepse këta duan islam, kurse aty nuk do vendosen islam. Edhe pastaj u them tyre njerëzve që shkojnë edhe gëzohen pastaj kur ushtria e lirë vlet sa musliman. Them e di se shembulli juaj. Shembulli juaj me këtë lloj gëzimi dhe të më falënderimi Allahut është si shembulli që ka thënë Allahu më dhuar në Kur'an për munafiqët. Ka thënë in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Thot nëse juve ju kap ndonjë e mirë, i sjell Allahu ndonjë të mirë, ata shqetësohen dhe nëse ju bie ndonjë e keqe, ata thot gëzohen. Kështu ka thënë Allahu për munafiqët. O in tasbiru wa tattaqu, por nëse ju bëni durim tregoni devotshëm la yadurrukum kaydum shay'an, nuk ju bën dëm juve kurthët e tyre. Flasën, gëzojnë sa duan ata. Përfundimisht, përfundimi do jetë për ata të cilët bëjnë durim dhe janë devotshëm. Ka për të qenë për ata që merren me llafe si gratë këqija. Merren. Ata që bëjnë xhihad Facebooku, le të merren me xhihad në Facebook, s'kan për të parë hajrin në thonjza e Facebookut të tyre. Me ato lakurisit e Facebookut. Përfundimisht ata të cilët do fitojnë janë ata që bëjnë durim dhe tregohen devotshëm. Gjithashtu Allahu i Madhuar ka thënë Kur'an: "In tusibkum hasanatun tasuhum wa in tusibkum musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallu wa hum farihun." Thotë nëse ju kap ndonjë e mirë, ata thotë shqetësohen, dhe nëse ju kap ju ndonjë fatkeqësi, ata largohen, thotë e arritëm qëllimin ton, të gëzuar. Kul la yusibuna illa ma kataballahu lana. Thuaj atyre, Allahu thotë atyre, nuk po them këtyre që gëzohen sot, se u vran Hawarijët. Kul la yusibuna illa ma kataballahu lana. Thuaj nuk ka për të ndodhur ne vetëm se ajo që ka shkruar Allahu për ne. Huwa maulana, ai është përkasi jon, kush përkasi juaj? Ushtri i lirë?
Ju gëzoni pse fiton ushtri i lirë, ushtria e tagutit, ata që duan ngren demokracinë, për të gëzoni ju, por normalisht ju takon të gëzoni për të. Se ju derdje ke dhënë fatva dhe jepni fatva që të votohet për të ngritur demokracia. Kështu sot nuk është çudi që të gëzoheni kur vriten muslimanë për të ngritur demokracia. Edhe ne u themi, aferimi qoftë ky lloj gëzimi. Aferimi qoftë ky lloj gëzimi që keni ju kundër muslimanëve që vriten për ngritur islamin, kurse ju gëzoheni kur vriten muslimanët, kupton dhe gëzoheni kur fiton ushtria e tagutit. Mos më thot dikush që ata janë musliman. Unë e di që ndër tyre ka njerëz që falin 5 vaktet, e thon la ilaha illallah e me radh. Edhe çështja e tyre ndër Allahu se çajin ata në të vërtetë. Por ata duan apo s'duan, ata janë duke ngritur demokracinë me duart e tyre, me gjakun e tyre, edhe pse nuk e kuptojnë. Edhe kjo lloj gjë nuk më intereson fare mua. Kjo është problemi i tyre ndër Allahut. Kush e lufton Islamin, ai është armiku i Islamit. Kush lufton ngritjen e shariatit, sa pra do lufton ushtri i lirë, me urdhër nga Perëndimi, ka dhënë urdhër Perëndimi që të luftohet shteti Islam dhe xhepatul Nusra, të dyja dhe këtë shprehje e pash sot me sytë e mi. E përmendte Luail Miqdad, që ishte zëdhënësi i ushtrisë së lirë, thoshte do t'i luftojmë që të dyja. Pse? Pse këto dy pikërisht? Sepse këto dy janë të vetmet grupet të cilët kanë projekt për ngritur shtet islam ku gjykohet me shariat. Kupton? Kështu që kjo është ushtri i lirë. Kështu që përdesë kjo është ushtri i lirë dhe këto janë pari e tyre që tregojnë të lloj gjë, ne u themi juve gëzoni që vriten muslimanët, dhe quajini ata xhawarit, çfarë doni quajini, takimi është tek Allahu. Po qëse ju njihni takim tek Allahu. Wallahi veprat tuaja janë shumë të çuditshme dhe janë shumë të frikshme. Allahu na ruajt mos ta bëj si puna juaj. Vepra shumë të frikshme. Këto lloj cilësish janë cilësitë e munafikëve. Munafikët janë ata që gëzohen me vrasjen e muslimanëve. Unë vallahi po them bën përshtypje, unë nuk e di çfarë do bënte ndonjëri prej këtyre po të kishte qenë atje dhe t'i vinte dikush për t'i cënuar nderin e tij, sepse vëllezërit kanë shkuar me gjithë gratë atyre. Vëllezërit kanë shkuar me gjithë gratë atyre. Ço do bën ndonjëherë prej tyre, po të shkonte atje të ishte me gjithë gruan e tij, ti vinë ata për ta varur këta që quhen vetëm ushtri. Ço do bën ky? Ata i bin shkur, ne nuk shkem hiç atje. Edhe mos shkoni. Mos shkoni se nuk e meritoni, se po ta meritoni do t'ua lehtëson te Allahu të shkonit. Ke meritoni. Apo dalin disa të tjerë, tallën me vëllezër musliman thon atje, thon që vëllezër musliman nuk kanë për të ushqyer gratë të tyre dhe kalamajt, edhe për këtë arsye ata ikin atë dhe i lën këtu alen Zotit. Edhe del Allah më dhua edhe janë nxjerr palarat. Vëllezër musliman marrin dhe gratë të tyre dhe fëmijët e tyre shkojnë atje. Çfarë do thotë ky pastaj? Çe ngilet, si një nazi fare. Del pastaj na thot që nuk ka asnjë prindër i cili e lejon fëmijën e vet që tikë atje. Dhe del Allah përsëri dhe ja përgjigjështon atë do gënjeshtën e tij dhe dalin prindit, babë dhe nën, bashkë thonë ne vetë kemi liruar fëmijën ton, halal e kemi bër, Allah është problem me xhenet fëmijës ton që ka shkuar ti në varrut Allahut. Turp, vëllai turp para. Turp para besimtarë nëse nuk kanë turp para Allahut. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur nuk ke turp për çfarë duash. Kjo është fjalë e Profetit sallallahu alajhi wasallam. E u them, o njerëz, po qëse ju jeni aq trima, lejeni trimnin tuaj para nesh këtu, se ne jemi vëllezërit tuaj. Pa shkoni tregoni trimina me qafirët atje. Shkoni vrisni ushtarët e se po qëse jeni trima. Po qëse nuk jeni trima, qepini gojën se nuk u takon fisi këtu për një realitet që ju nuk e njihni atje. Dhe nuk u takon ju të flisni pa e njohur, pa e gjutur të dyja palët çfarë ka ndodhur. Nëse ka ndodhur një fitnë, dhe kjo mund të ndodhi. A nuk u pëlqen juve që Allahu ka ruajtur për kësaj fitnë? Atë runi gjuhën tuaj. Ç'pun keni juve? A mendoni ju se Islami nuk do ngrihet sepse me që ka fitnë? Domethënë me që ndodhin këto probleme të tilla, ç'a ta lëm ngritjen e Islamit? Domethënë ju thoni, me që pasën disa probleme mes muslimanëve, të thënë muslimanët atëherë ju mos luftoni më për të ngritur Islam, sepse ju domethënë nuk jeni me laike? Kështu ti themi atëherë? Ky është projekti juaj apo ti themi më mirë ushtrisë lirë, ngrini ju demokracinë me që këta domethënë pasën probleme me njëri tjetrin? Kjo është me denja? Unë u them të gjithë tyre, të cilët domethënë merren vetëm me llafe dhe janë thashë the me xhinj. Lejemi janë llafet dhe na tregoni kush është projekti juaj për ngritjen e Islamit. Kaq. Kush është projekti juaj konkret për ngritjen e Islamit? Këtë na thoni. Thon, dhe ta dish se përveç vëllezërve që shkojnë japin jetën për Islamin, asnjë prej grupeve të tjera nuk kanë projekt të qartë për ngritjen e Islamit, por çfarë kanë vetëm thashë theme dhe llafe. Dhe vetëm thashë theme dhe llafe këto kanë të gjitha ata të cilët domethënë nuk kanë një projekt të qartë për ngritjen e Islamit. Nuk ka se si të ketë projekt të qartë për ngritjen e Islamit ai i cili
i shkel kufit e Allahut ditën e natë, në format më të çuditshme. Por siç e thash fillim fare ka ndarë Allahu rrisjet, ca i ka bërë për të dhënë jetën, kurse ca i ka bërë për të marrë gjunafet. Lutë Allahun e mëdhëruar na ruaj prej fitnave, dhe unë them kjo është këshilla ime që ja vëllezërve, nuk jetojmë në atë realiteti. Runi gjuhën tuaj. S'ke punë ç'a bën njerëz atje, ti nuk e di se si është realiteti atje. Ti nuk e di vallai se e kemi provu vetë këtu. Sa njerëz flasin, shpifin dhe i egzagjerojnë, deformojnë gjëra që nuk janë të vërteta. Kjo është natyra e njerëzve. Edhe e bëjnë të kotën të vërtetën kot, nëse ka ndodhur, ka rënë një mizë, thonë ra një buall, e kështu me radhë, ndodhin gjëra, nëse dikujt i ka dalë njëri sy, harrojnë që ti ka dalë dy syt ose nuk duam ne ditë fare, për çështë interesi, për çështë arsye të tjera me radhë. Them, kini frikë Allahun dhe runi gjuhët tuaja. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inna sa'ide lemen junni bel fitan, inna sa'ide lemen junni bel fitan, inna sa'ide lemen junni bel fitan, wala man ibtuliya biha fa sabara fawahan. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i lumtur është ai që ruhet për që e ka ruajtur Allahu prej fitnave. I lumtur është ai që ka ruajtur Allahu prej fitnave. I lumtur është ai që ka ruajtur Allahu prej fitnave. Dhe ndërsa nëse një person sprovon me to dhe bën durim, sa i çuditshëm është ai. Çuditshëm. Domethënë është lumturi, është sukses për Allah që Allah na ka ruajtur. Nëse ke sime aty brenda. Nëse ka fitnë, nëse sime aty brenda, prandaj ruaj gjuhën tate. Përpiqemi të mirë për muslimanët. Mund të ketë sprova, mund të ketë fitnë me radhë, këto ekzistojnë. Ora lexoni historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ora shikoni çka ka ndodhur me sahabët, merrni mësime prej tyre. Shikoni ata njerëz që kanë qenë brezim i zgjedhur, a kanë qenë me lajke, nuk gabonin, nuk bënin gabime. A nuk ka qenë Hatib ibn Abi Balta, një prej atyre që ka marrë pjesë në luftën e Uhudit, dhe ka bërë një vepër që sipas Islamit ajo quhet ose kufri i madh, ose kufri i madh, ose kufri i vogël sipas dy mendimeve dietare, pra atë veprën veçantë që ka bërë ai, disa kanë qenë kufri i vogël, disa të madh. A nuk ka qenë Kudam ibn Madhun që ka qenë për luftëtarëve në Bedër, që ka pirë alkool në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, ka qenë për luftëtar në Bedër. A nuk ka pas sahabët që kanë bërë gabime? Ç'o doni ju? Doni që të jeni të fshin fare këta pse bëjnë gabime? Do themi ju ta rrini dur kryq të pse bëni gabime? Kjo është e drejta? Apo themi që jeni xhawarix, atëherë me që ju jeni xhawarix, atë më mirë fitoj demokracisë se sa ju? Po jo vallahi. Unë po të them sikur ata të jenë xhawarix, unë po them nga ana e Islamit ne duhet të mbajmë anën e xhawarixëve dhe jo të atyre që ndun ngren demokracinë, sepse demokracia është kufër. Kurse xhawarixët janë muslimanë akoma. Aliu radhiyallahu ka thënë për xhawarixët min el kufri farru, ata për kufrit ikën, që nuk janë qafira. Kjo sigurt janë xhawarix, por kjo është vërtet, kjo është shpifje vallahi, kjo është shpifje e kohës. Dikur kanë pas thënë për Imam Ahmedin xhawarix. Pastaj kanë thënë edhe për Sheikhul Temien, edhe për Muhammed ibn Abdul Wahhabin, edhe sot. Por unë po them xhawarixët dhe akidet janë të njohur. Kështu që çdo kush që pretendon këtë lloj gjëje, ne i themi, hajde bujrum dil meydan ta shohim se kush janë xhawarixët ose kush janë murxhiet dhe xehmiet, e dali sheshit gjithë pislliku i atyre të cilët kanë pislling zemrat e tyre. Bujrum. Ose për ndryshën e qepi gojat dhe nuk keni det flisni për asnjë person me akuza të kota, se vallahi do dini për Allah do i jepni llogari për çdo gjë. Nëse nuk keni frikë llogarin për Allah, atëherë ju kemi lënë Allahun. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nusallallahu alaihi wa sallam, na rëngësh do fitnë Allah shpëlim mirë gjithë.